Jeta e gjatë, shëndeti, fakti se nuk na ka ndodhur ndonjë gjë e keqe tek të dashurit tan, nuk do të thotë se nuk kemi nevojë për kthim. Ndoshta kemi më shumë nevojë se gjithkusht tjetër. E vetë mirat që Zoti çon në jetën tonë mund të jenë ftesa e tij e fuqishme për kthim. E themi këtë sepse duket sikur këtu dëshiron të arrijë ankesa e Jezusit në përgjigjen e tij që u jep disa njerëzve që i sjellin disa lajme fatkeqësish tek pjesa sotme ungjillore. Por po kthehemi tek kjo pjesë. Duke qëndruar në temë, shohim se në këtë formë, me sa duket krejt Shkrimi i Shenjtë, sot dëshiron të na ftojë për kthim. Pikërisht duke na paraqit një mori mirësish të Zotit të treguara përgjatë historisë së shëlbimit, mirësi të cilat bëhen shkaku i një ftese të ëmbël për të larguar nga e keqja e për të sjellë ka Zoti. Na fton Shkrimi i Shenjtë në këtë formë të vlerësojmë mirësinë e Zotit e jo të presim fatkeqësitë për të motivuar që të largohemi nga e keqja. Kjo patjetër nuk është diçka e lehtë, por kthimi është e vetmja rrugë drejt jetës. Me të drejtë shkruante poeti francez i shekullit të 20 Pierre Reverdy. Kthimi është si puna e një vetvrasjeje, por që ka përparësinë e pamas, që të na bëjë të kalojmë gjallë në anën tjetër. E krishterimi na mëson se ana tjetër është jeta e pasosur, e prandaj duhet ta marrim seriozisht rrezikun e humbjes së jetës pasosur. Ne që jemi afruar Krishtit nga ana jashtme, të kemi kujdes të mos e shtyjmë për ma vonë kthimin ka Krishti. Pikërisht në ato gjëra që shohim se ky kthim duhet të bëhet. E kjo shtyrje ma vonë mund të jetë pikërisht shenjë se jemi të larguar nga Zoti. Por le t'i marrim me radhë mënyrat se si Shkrimi i Shenjtë sot na bën këtë ftesë kthimi. Në leximin e parë flitet për takimin e hyjit me Mojsiun, takim i cili ndodh në kohën kur hyi kishte vendosur tashmë ta lironte popullin e Izraelit nga skllavëria e Egjiptit. E Zoti i thotë se e kishte pa mirimin e popullit vet. I thotë shperimisht e pash mirimin e popullit tim në Egjipt dhe e dëgjova klithjen e tij për ndihmë. Prandaj zbrita për ta liruar. Zoti sheh dhimbjen e njeriu. Zoti është afër britmes së tij për ndihmë. Kjo afërsi e Zotit është mirësia e parë që dëshmohet në leximin e parë sot. Pastaj prej kaçubës hyi flet dhe vetë kaçuba simbolizonte Izraelin. Kjo kaçub që kishte marrë flak por që nuk konsumoi, simbolizonte Izraelin që ishte mes flakëve të përndjekjeve nga egjiptianët, por që nuk shuhej, nuk mposhtej, sepse mbahej në mënyrë të mrekullueshme e të mistershme nga dora e Zotit për të penguar shuarjen edhe zhdukjen e tij nga historia. Edhe kjo shenjë mirësisë së Zotit. Pastaj hyi i bën edhe një tjetër shenjë shumë të bukur, mirësie. Pikërisht kur Mojsiu e pyet si quhesh, që të kem çatu përgjigjem izraelitëve, hyi i zbulon atij emrin e vet. I thot un jam ai që jam. Në hebreisht Jahve tingëllon e do të thot pikërisht un jam. Do të thotë se vetëm hyi është. Të gjitha krijesat tjera janë prej, janë nga hyi, por vetëm hyi është, nuk ka nevojë të jetë nga dikush tjetër. Pra si thosh është burimi i jetës, e gjithë këtë vërtet ja dëshmon Izraelit. Edhe kjo është një tjetër mirësi e fuqishme që Zoti e dëshmon. Shën Pali pastaj në leximin e dytë na i rreshton disa të tjera mirësi të Zotit të dëshmuara karshi Izraelit. Thot të gjithë që janë në re, të gjithë kaluan në përdet, të gjithë që janë pakzuar në Mojsiun me re e me det, dhe të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore. E si teolog që është, Shën Pali i jep edhe shpjegimin teologjik gjithë kësaj, duke thënë se qeta që i shoqëronte e i ushqente ishte pikërisht Krishti. Ishte biri i amshuar në mënyrë të misterishme i pranishëm në mesin e popullit të vet, që po i printen ka toka e premtuar. Por me gjithë këtë mirësi që Zoti tregonte vazhdimisht, jo gjithmonë merrte mirënjohjen. Kjo puna e mos mirënjohjes është e vjetër sa njerëzimi. Me të drejtë thoshte një historian i lashtë grek në shekullin e 3 pas Krishtit, Diogen Laercio, cila është gjëja që plaket shpejt? Mirënjohja. Mos mirënjohja me sa duket kishte kapluar edhe shumë prej izraelitëve, megjithse i shihnin shenjat e mirësisë së Zotit, ato ankesat i kishin si në majë gjunjë. E prandaj Shën Pali del në përfundimin se shumica nuk i pëlqeu hyjit, pra me mos mirënjohjen e tyre. Prandaj Shën Pali del në përfundimin e tij të mençur kur thot: kush pra mendon se qëndron të ruhet të mos rrëzohet. Interesant, pikërisht mos mirënjohja mund të jetë ndjenja që na bën të rrëzohemi. Ky vesi i trashëguar nga shumë izraelitas të tjerë arriti deri në kohën e Krishtit, e prandaj shumë kush, sidomos krerët e fesë, nuk mrekulloheshin më as pak përballë pushtetit të Krishtit, përballë mirësisë që ai predikonte, jetonte, me shenjat e veta të bujshme e dëshmonte këtë mirësi hyjnore, por jo të gjithë prekeshin. Patjetër duhet të themi se shumë kush edhe është prek.
Zoja bekuar apostujt krishterët e parë do të ishin të gjithë izraelitas, patjetër, por mes tyre, sidomos paria fetare, e kishte ngurtësuar shpirtin e vet përballë shenjave të mirësisë së Krishtit. E kur shkojnë disa t'i çojnë Jezusit një lajm për disa Galileas, të cilët Pilati i kishte vrarë pikërisht në çastin kur ata po i ofronin hyjt flitë e tyre, Jezusi e heton se në mendjen e tyre këto njerëz që ja sollën këtë lajm kishin të fshehur idenë se si shenjë e mospranimit të flisë që po e ofronin, hyje kishte lejuar Pilatin që t'i vriste. Por e vërteta ishte ndryshe. Fakti se u kishte ndodhur kjo e keqe nuk ishte shenjë se ato njerëz ishin larg Zotit. Sigurisht as mungesa fatkesive nuk është shenjë se jemi në hir të Zotit. E tham, jeta e gjatë, shëndeti e gjitha tjerat, siç i përmendëm në fillim, nuk janë shenjë se nuk kemi nevojë për kthim. Apo kur ndodhin ndonjë fatkesi, është shenjë se aty kemi nevojë për kthim. Nuk ka lidhje. Duhet të merret seriozisht edhe normaliteti i jetës, edhe mirësia e Zotit e treguar në jetën tonë të përditshme për të na ftuar për kthim. E Jezusi del në këtë përfundim, nëse nuk ktheheni ka hyj të gjithë do të sharroheni si ata. Duke i ftuar bashkëbiseduesit e vet që ta marrin seriozisht pra çështjen e kthimit, e të mos presin fatkeqësit për ta kuptuar një gjë të tillë. Kjo është arsyeja edhe për cilën Jezusi tregon edhe shëmbulltyrën që dëgjuam. Për atë njeri që kishte një fik të mbjellë në vreshtin e vet. Vreshti simbolizon botën, fiku simbolizon Izraelin, popullin e zgjedhur. Ky njeri shkoi të kërkonte fryten në këtë fik, por nuk i gjeti. Mirësia e Zotit e treguar ndaj popullit të Izraelit ishte shpërbly nga mosmirënjohja, e prandaj s'po jepnin frytin të cilin hyi po e kërkonte prej tyre. Fryti i cili ishte pikërisht në ato çaste për besimin në Jezu Krishtin. Atëherë, pronari i vreshtit i thot vreshtarit: "Ja, tash 3 vjet po vije po kërkoj frytin e këtij fiku, nuk po e gjej. Preje, pse ta shfrytëzoj këtë tokën?" Veprimtaria publike e Jezusit kishte zgjatur rreth 3 vjet, por nuk po shiheshin frytet e shumë pritura. Por vreshtari, Jezusi në këtë rast, përgjigjet: "Zotëri, lër edhe këtë vit që ta mi për rreth e ti që spleh, ndoshta në të ardhmen do t'jap fryt, po që se jo, atëherë do ta presësh." Kishte ngelur pa bërë edhe një vepër e fundit mirësie nga ana e Jezusit. Në dobi të këtij vreshti që ishte populli i Izraelit e pastaj gjithë njerëzimi, i duhej edhe që të histe keq për kultivimin e tij, pra të psonte mundimet. E në fakt, këto mundime do të jepnin frytin e tyre, kur do të vulosen nga ngjallja e Krishtit prej së vdekurit. E tham, Zoja bekuar apostujt e gjithë ata që në kishën fillestare, pastaj më vonë do të besonin në Krishtin e ngjallur, të gjithë këta pjesë e popullit të Izraelit do të ishin fryti shumë pritur e më i bukur i gjithë kësaj pune të mundimshme të Krishtit. Le t'i afrohemi pra hyjt, ta kemi parasysh shpesh porosinë e Shën Palit që thot kush mendon se qëndron të ruhet të mos rrëzohet. E ta dim se rrëzimin mund na provokojë pikërisht fikja e ndjenjës së mirënjohjes ndaj hyjt për gjitha të mirat që na jep në jetën tonë të përditshme. Kjo kohë kreshme të jetë kohë reflektimit. Pra duke menduar për mirësitë e Zotit në jetën tonë, të prekemi edhe ne nga mirësia e tij të shprehim mirësinë në jetën tonë.